Edhe pse është shënuar një rritje e bizneseve që drejtohen nga gratë, përsëri në pjesëmarrjen e prokurimeve publike ato zënë një vend modest. Sipas një analize të bërë nga Open Data Albania, gjatë periudhës korrik 2015 deri më 31 janar 2016, bashkitë në vend kanë përfunduar gjithsej 4820 tendera, nga të cilat me shpallje fituesi, subjektet nën pronësi të femrave janë fituese me 256 kontrata, ose në 5% të totalit. Fondi limiti prokurimit llogaritet të keqen 26.4 miliard lek, ndërsa vlera e ofertuesve fitues kontratave pra është 22.8 miliard lek. Subjektet e biznesit ku kemi pronësi femër, mazhoritar apo bashkëpronësi, është vetëm 731.6 milion lek, në përqindje vetëm 3.2% e vlerës totale e kontratave, që janë lidhur me subjektet ekonomike femra. Sipas vlerës së kontratës është Bashkia Cerrike e cila mban vendin e parë për vlera kontratash lidhur me subjektet me pronësi femër. Elbasani pason në vendin e dytë dhe më pas vijojnë Tirana me Vlorën më poshtë në renditje. Bashkitë Fusharës, Tepelen, Mat, Poliçan, Bulqiz, Librazh, Libohov, Devol nuk kanë asnjë kontratë lidhur me subjekte biznesi që kanë pronar femër. Nga subjektet me pronësi femër ose të paktën një femër, 61 prej tyre ose 44.85% janë të regjistruara si persona fizik dhe 55.15% si shoqëri me përgjegjësi të kufizuar. Pesha e lartë e bizneseve të drejtuara nga gratë, që janë persona fizik, nënkupton që përgjithsisht kemi të bëjmë me subjekte të vogla që rrjedhimisht punojnë me kontrata jo të mëdha. Nga 102 shoqëri biznesi, të cilat janë në pronësi të bashkive, plotësisht apo pjesërisht, vetëm 4 ndër 107 janë administratore gra. Pesha në përqindje është më pak se 4%.